Nesër është një ditë e rëndësishme për gjithë mediat kombëtare apo edhe ndërkombëtare, që është ceremonia e fronëzimit, dhe janë parashikuar të vinë apo dhe kanë mbërritur tashmë delegacione nga kishat si motra apo dhe nga komunitet. Nga komunitetet ortodokse të gjithë botës, nga kishat ortodokse të gjithë botës, po jo vetëm kaq, nga Vatikani, nga komuniteti Sant'Egidios, nga kisha të gjitha llojeve, përfaqësues të gjitha besimeve, padyshim edhe politikan, natyrisht krerët më të lartë të shtetit shqiptar, pa diskutim se është një ngjarje që 30 kusur vite kanë kaluar nga 92-shi, po është një ngjarje që edhe vjen i pari shqiptar, pastaj pas vitit të largët 65, kur ka qenë kryepeshkopi i fundit shqiptar i frymëzuar. Jo, pas Pajis Vodicës ka qenë i fundit, ka qenë Damian Kokoneshi. Po mbeti shumë pak, ai jetoi, po u mbyll. Do flasim për, po themi, paraardhësit, por duke fokusuar tek kryepeshkopi i Nulldatës. Na trego për ceremoninë nesër, domethënë duhet të kuptoj me çfarë nivelesh janë përfaqësuara kishat e tjera apo patriarkana. Ajo që është më e rëndësishme është kush do vi ta fronëzoj. Do të jenë dy më të lartë se ai në hierarkinë fetare. Ata që nesër do t'i vënë kurorën e fronëzimit në fronin e kishës ortodokse shqiptare. Paktën kjo është tradita, ajo që ka ndodhur gjithmonë. Patriarku nuk do të jetë Bartolomeu. E mbajnë të fshet agjendën kisha ortodokse, nuk i thot emrat se kush do të jetë, megjithatë do të jetë një ceremoni 60 minutëshe, nuk ka lidhje me ceremoni në vetvete fetare siç është mesha. Meshën e parë Johani do ta mbajë të ditën e diel në mëngjes dhe po nga kisha greke kush do vi? Nuk ka asnjë emër. Informacionet që kam unë nuk do të jetë një mitropolit nga Selaniku. Po nuk ka emra. Mund t'ju them këtë pjesë sepse nuk është se ekziston diçka sekrete. Po. Jo, i kanë mbajtur, nuk i kanë dhënë për mediat. Sepse nuk do jenë primatët e ardhur, as Patriku Bartolome nuk do jetë i pranishëm. Por do jenë përfaqësues, siç i përmendi Zoti Jole, që do të jenë nga të gjitha kishat, edhe nga kishat jo të ritit ortodoks, të Vatikanit apo të komuniteteve të Sant'Egidios, dhe të gjitha patriarkanat, dhe njëkohësisht edhe kishat si motra ortodokse, do të dërgojnë në përfaqësi, por nuk do jenë se zakonisht primatët nuk marrin pjesë. Për sa i përket ajo që u parashtrua që nga Zoti Jole se do të jenë dy, më fal? Lole. Zoti Lole, ndjes. Që do të jenë dy më të lartë se ai që do t'i vendosin. Kjo është keq kuptohet sepse kjo ndodh në momentin kur ai dorëzohet në gradën e tretë klerikale të episkopit. Ai është hierotonisur episkop në 1998 dhe është zgjedhur si kryepiskop dhe ka marrë formë të prerë në 16 mars të këtij viti. Tani pritet thjesht është një ceremonia e fronëzimit, që është në orën 11 nesër në Katedrala Ngjalla e Krishtit në Tiranë. Do ketë autoritete laike. Do ketë autoritete laike, do jenë të gjithë besimtarët nga vendet e ndryshme të vendit, si ashtu dhe klerike. Do jetë trupi diplomatik, anëtar të qeverisë, kryetar të parlamentit, pjesa që e drejtuese. Nga shtetet tjera do ketë? Unë me sa kam informacion... Nga Greqia, për shembull, ose nga Maqedonia, ndoshta situatë vështirë. Ata që marrin pjesë, do ketë nga Greqia, dhe ata që marrin pjesë janë hierarkët të lartë, të cilët bëjnë pjesë në hierarkët e lartë. Jo, po flisë autoritete laike. Peshkopët. Po kush do jetë që do vinë nga dëshira e vet, ndoshta, por nuk është se kemi një listë. Unë nuk jam marrë me këtë pjesë që të di, por që di që primatët nuk do jenë të pranishëm, por do dërgojnë përfaqësi të peshkopëve të tyre dhe të arqimandritëve në rang.